parime demokratike, procesi të jetë i rregull dhe të jetë zgjedhor dhe të jetë me shumë alternativa. Në rastin konkret, Partia Demokratike ka zgjedhur të flasë me veten e saj dhe mos të diktoj asnjë person tjetër që të kandidojë kundrejt zotit Berisha. Ne kemi thënë shpeshherë që kur thua Partia Demokratike barazohet me emrin Sali Berisha, kur thua Sali Berisha barazohet me emrin Partia Demokratike. Por ajo çfarë ka kapur zotin Flamur Noka, zotin Paloka edhe të tjerë në Partinë Demokratike është, do thosha, kufizimi ose më mirë mos lejimi i asnjë kandidature tjetër përveç zotit Berisha për t'u faktorizuar në Partinë Demokratike. Mos të harrojmë faktin se zoti Flamur Noka në 2023 ka dhënë firmën e tij si deputet, sikur është deputet i një partie të Frontit të Majt, duke lejuar një rival të kandidojë në zgjedhjet lokale të 2023 për kryetar bashkie. Pra, si ka mundësi që zoti Noka të ketë dhënë një në shkrimin e tij për të lejuar një të Majt, të ekstremit të Majt, pra në kuptimin që Fronti i Majt në kupton që vjen nga radhët e Partisë Komuniste, të marrë të drejtën dhe të kandidojë në zgjedhjet lokale dhe ai deoli para disa ditëve dhe tha që shiko, ne nuk do të lejojmë njerëzit e Agasit, të Çelës dhe me radhë të futen në Partinë Demokratike. Aty më lindi një pyetje dhe thash, kur ti e dike që të tjerë që kanë të atashuar pranë disa emrave të caktuar që nga zoti Noka ne kemi dëgjuar që këta që kanë të botës së krimit, se ne nuk e dim të vërtetën a janë ashtu siç i pretendon zoti Noka, por nga ana tjetër e shikoj situatën pak kaotike sepse brenda Partisë Demokratike nuk lejohet që të quhet fjalia demokratike. Pse demokratike? Sepse parimet ato janë të rëndësishme në një strukturë politike dhe si kundër Partia Demokratike duhet ishte ajo që të lançonte këtë fushat, sepse nuk mundesh të akuzosh zotin Rama si një person i cili sipas zotit Noka është i atashuar pranë grupeve kriminale. Sipas zotit Noka është person i cili vjedh dhe ka manipuluar zgjedhjet, nuk le pluralizmin politik në vend, po sipas zotit Noka, dhe nga ana tjetër ke modelin Noka në Partinë Demokratike që shigjeton të gjithë të tjerë, që të gjithë që kanë bandit, të gjithë të tjerë që kanë e keqa dhe ky që kanë shenjtori brenda Partisë Demokratike. Prandaj unë mendoj se kjo garë në Partinë Demokratike nuk quhet garë, është thjesht një referendum ku nënkuptohet qartazi që zoti Berisha edhe sikur të kishte alternativa të tjera konkurruese do të bizotronte zoti Berisha, këtë e kam thënë dhe nuk heq asnjë fjali, por mënyra e sjelljes së zotit Noka kundrejt antarëve të Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër mos ta harroni një fakt shumë ekstrem që mua përsëri më bëri të dyshoj për Partinë Demokratike, është rasti që zoti Saljani para një vit e gjysmë ka qenë i përsekutuar politik për shkak të dënimit, pavarësisht se dikush mund të thotë, ai ka qenë që dhunuesi të demokratëve që mori shkopin për të goditur atëherë kur bënte ai show i radhës që Berisha ishte poshtë ndërsa Luli, Grida e të tjerë me Saljani ishin lart në tarac dhe ai u pa duke marrë një shkop në duart e tij. Por e heqim këtë, nuk merrem me këto gjëra se janë të kaluara, sepse mos harrojmë faktin që zoti Berisha e pranoi edhe kur ishte deputet. Po është e pamundur ti të imagjinosh tani që si duket paftyrësia në shqiptare, një paftyrësi e cila mua më çudit, për shembull mosmirnjoja është virtyti i politikës shqiptare. Pra, ai person u dënua sepse akuzoi grupin rival të Partisë Socialiste dhe sot ai akuzohet sikur është po përsekutuar politik, ishte në burg, po në burg devijoi dhe u bë socialist. Tani sikur nuk më dalin ato shifrat ashtu siç duhet. Pra do të thotë mosmirnjoja që ka gjëja më e bukur në Partinë Demokratike dhe jo vetëm se edhe në Partinë Socialiste, por ajo çfarë unë kuptova ishte që zoti Berisha dhe zoti Noka, ajo tjetra mos harroni, se është shumë e bukur se duhet i rikthejmë të gjitha në vëmendje që mos t'i harrojmë. Zoti Paloka ka thonë unë kam mbush kutitë e votimit për Partinë Demokratike, pra për zotin Basha.
E mendoni ju tani që në datën 23 maj mos gaboj do të ketë një proces të rregullt demokratik dhe zgjedhor në Partinë Demokratike, kur një ndër eksponentët të Partisë Demokratike ka dalë publikisht dhe ka thënë unë kam mbush kutit për zotin Basha. Pra do të thotë që ky proces nuk është demokratik, po është thjesht ligjor, strukturor, që kjo të depozitohet në gjykatën e shkallës së parë Tiranë, që të bëhen përditësimet e statutit të partisë, por edhe të emrit të kryetarit për një mandat tjetër 4 vjeçar. Zoti Zhlima, çfarë mendon për akuzat që zoti Berisha i ka bërë në drejtim të zotit Saliani, duke akuzuar atë se kur ishte në burg drekonte me Plumë Gjokën dhe Oltion Bistrin, e ndërsa kur doli shkonte pushonte në vilat e Ergy Sagasit? Shiko, unë gjithmonë kur kemi akuza të këtij niveli, unë e di çfarë kam në mendjen time, kam në mendje që kur një person i di ka me detaje këto gjëra, pse nuk i ka thënë në momentin kur zoti Saliani doli nga burgu dhe u prit disa herë në Partinë Demokratike dhe në kryesinë e partisë në mbledhje të caktuara dhe ju la, dhe madje akoma më e tmerrshme të mendosh këto ju la salla e konferencave në Partinë Demokratike fillimisht dhe ftesa për në kryesinë e Partisë Demokratike para se të bënte turin për të dalë jashtë në qytete të ndryshme për të promovuar nismën e tij brenda Partisë Demokratike, si nuk e ndaluan dhe nuk i thanë që në fillim që ti çeke një person i cili je i shitur apo i kapur nga bandat kriminale. Dhe ajo që tjetër që më çudit mua është kur ti e dike për tjetrin kujt organizat qeka. Pra do të thotë që një organizat rivale di çfarë rivali tjetër ka, se unë kështu e kuptoj. Ti jem realist, ama se unë jam naiv dhe nuk e kuptoj. Por ti kur thua ky është i Agasit, ai është i Çelës, ky tjetër është i Zhlimës, ky tjetër besoj se është i Gurit. Unë kështu e mendoj. Nuk mund të mendoj unë vetëm duke akuzuar tjetrin, duke bërë gishtin diktues, në fund fare nga i gisht nuk ja bëj vetes time dhe të them, po mirë, po këta të tre që kanë të këtyre grupeve, po në cilit grupit i përkas? Sepse është tepër shqetësuese kur zoti Berisha e thotë këtë gjë. Pra, nuk është se e them unë apo ti apo dikush tjetër që ka një peshë tjetër, kur e thot Berisha ka një peshë shumë të rëndësishme. Pra do të thotë zoti Berisha çfarë i bëri ti zoti Saliani kur erdhin nga burgu edhe u aktivizuar në Partinë Demokratike, sepse të dilte përballë teje duke thënë që dua të krijoj një frym tjetër në Partinë Demokratike dhe ti nuk e pranove, sepse ti akoma nuk e beson që brenda Partisë Demokratike duhet të dalë një leadership. Sepse unë kam rezervat e mia për zotin Saliani dhe i kam shprehur ato në momentin kur ai ka qenë dhe i atachuar pranë Lul Bashës, e kupton? Për mua zoti Saliani nuk e ndërtoi kurrë leadershipin e dur, por ishte drejt asaj rruge, po nuk e ndërton akoma. Është në rrugë e sipër për të ndërtuar leadership. Edhe një herë, mos të ngatrojmë dy gjëra. Berisha është leadership, ndërsa zoti Saliani është duke udhëtuar për të bërë leadership. Por akoma nuk ka përfituar shumë benefite të këtij niveli. Por ajo që mua më shqetëson është pse zoti Berisha del sot dhe pse zoti Noka doli dje dhe tha për zotin Saliani. Përse nuk dolën që ditën e parë që zoti Saliani doli nga burgu të thoshin që zoti Saliani nga përsekutuar politik u konvertua në çfarë? Në bandit. Po do të them edhe diçka tjetër që është shumë e çuditshme dhe ne duhet të reflektojmë pak si shoqëri. Dua t'ju citoj diçka shumë të mirë. Janë disa emra të cilët kanë marrë statusin e përsekutuar politik. Por pse kanë marrë të statusin e përsekutuar politik? Dhe këtu duhet kujdes maksimal, që mos jem paragjykues, edhe nuk jam paragjykues, po do kujdes maksimal. Disa individ kanë punuar me kohën e Enverit, janë promovuar në kohën e Enverit, për shkak të prishjes të pazareve të ndryshme, po duke qenë të promovuar në kohën e diktaturës komuniste,
në kohën ku prishën marrëveshjet dhe marrëdhëniet me Partinë Komuniste, partia nga shërbëtor i çoi burgaxhi. Tani, krejt e natyrshme lind pyetja ose shtrohet pyetja për ata të cilët i kanë vuajtur duke qenë shërbëtor të sistemit komunist. Edhe nga shërbëtor u bën burgaxhi, nga burgaxhi u bën të përsekutuar politik. Tani, mua kjo si nuk më tingëllon mirë, me përjashtim atyre të përsekutuar politik, të cilët nuk kishin pozicione kyçe të rëndësisë së veçantë, nuk kanë qenë në shërbim të partisë. Ata kanë një diferencë, kanë diferencë ata të tjerë të thjeshtit. Kurse ata të tjerët që dikur kanë qenë afër enverit, patën mosmarrveshje dhe fërkime dhe u bën të përsekutuar politik. Pra do të thotë, të jemi të qartë, çfarë ndryshoi? Pothuajse asgjë. Pse? Se i njëjti mentalitet ka qenë në 1944 në BIM dhe i njëjti mentalitet është sot në partitë politike shqiptare, sepse në partitë politike shqiptare ekziston mentaliteti që i pari është kryetari dhe nuk ka asnjë kundërshtim rreth tij. Dhe mos harroni edhe një fakt tjetër. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk kanë një ideologji politike, pra të qenurit të majtë dhe të djathtë në aspektin ideologjik, por është thjesht formati që u dha pas 91-shit që ky do të jetë i majtë dhe ky do të jetë i djathtë, por nuk ka absolutisht asnjë analizë thelbësore, shkencore, që të kuptohet qartazi që çfarë Partia Demokratike në rastin konkret i shërbetet së djathtës. E dini pse këtë gjë? Do ju them diçka shumë të rëndësishëm të kuptoni. Edhe shumë e shkurtër. Kur ishte administrata Biden, e mani mend çfarë citonte zoti Berisha kur bënte diçka presidenti Biden? Po zoti Biden i vjen nga e majta, është komunist. Por zoti Berisha e lavdronte atë çfarë thoshte zoti Biden. Por kur ishte zoti Obama, e lavdronte atë çfarë bënte zoti Obama, që ishte komunist, kokra komunistit. Dhe çfarë ndodh sot? Partia Demokratike nuk ka ideologji politike. Pse? Sepse Partia Demokratike flet për konservatorizmin, kur nuk e ka bën çfarë është. Është një parti e cila nuk ka vajtur kurrë në asnjë moment tek ideologjia e saj, ashtu siç duhet të ndërtohet një ideologji brenda një partie politike, që të jetë funksionale. Jo thjesht leadershipi. Prandaj them që Partia Demokratike në momentet apo në kushtet që jemi, është një parti e cila në rast se do të vazhdojë në këtë situatë që jemi, zoti Rama i bën kaq shumë qoka që Partia Demokratike ta shikojë pushtetin me dylbi. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.